Shikoj se vitë dashur, por I kthehemi sot është e mërkur. Ora është 9:18, jemi në transmetim në studio tona me një super puntat. Kemi kaluar 2 ditë plot emocion, 2 ditë këngë, dashuri, hare, e ku më mirë se sa këtu në emisionin ton, për plot energji. Valentin, përshëndetje. Përshëndetje Kika, përshëndetje shikues që na ndiqni, shpresojmë që t'jeni afeksionuar me ne, kemi përcjell emocione të forta, kemi simpatik, njerëz shumë, plot talente kemi plot gjëra të reja për të përcjell, shpresoj që jeni kënaqur, na ndiqni. Sot kemi ju kam thënë që do të kemi edhe ndryshime të mërkurën, sigurisht që në panel nuk është më këngëtarja Kristina Ndoj, po ja kemi besuar Teutës, zysh Teut, si që kemi mësuar të thrasën e 2 emisionet e kaluara. Teut, përshëndetje. Përshëndetje. Teutën e kemi I qikë smur sot, po uroj që Teut do ta kaloj me forca. Patjetër. Dhe kushtrimi I cili as ullë që aselerahat ndonjëherë kushtrim, përshëndet. A ka virus? Ja s'ka. Ja, s'ka. Edhe mund të kemë. Kushtrim? Përshëndetje, po duke si yje, Valentin për shkëlqen sot si reze djeli. Ma mirë mës me dalë në qytet heq, une po duket që ka me pauzu për emisionet mija, sepse gjdoj dyti njeri, ti ishe në atë emision? Ti ishe në atë emision? A falen mira keq? Shumë, keq fjallë të mira. Sepse emisionin dalë shumë do të nana me Leonardin, I cili është pjesë e jona këtu dhe është ndikuar shumë nga komentet të cilat I kanë shkruar. Sigurisht që do ta bisedojmë me këtë tim, sepse kjo vlen për gjithë ata të cilët ndikon nga komentet për brenda emisionit dhe unë do ta bisedoj me Leonardin këtë çështje, do të jetë një temë që do ta bisedojmë edhe me analistët e mi në studio me Teutën dhe me kushtrimin. Kemi prurje të reja, mentori është pjesë e emisionit, po për shkak të një xhirimi filmik ku është ai, mungon sot me arsye dhe unë e kam liruar sigurisht. Kush është prurja e re në këtë emision? Ndjekim klipin. Unë kam kaluar shumë sfida në jetë, por sfida ime më fuqishme është këndimi. Mos më shihni vetëm këngëtar, unë jam edhe aty ku flet libri. Prandaj, në ndiqni. E pam një djalë I cili e tha shumë bukur, mes këngës dhe mes të shkruarit dhe të lexuarit. Ai në jetën e përditshme është asistent avokat. Puna e tij është që të mbrojë njerëzit, siç e patën në klip. Durim Pruthi, përshëndetje Durim, do vish të ulesh të vendi, është na si një duartërgjitje për Durimin. Faleminderit shumë. Durimi është njëri ndër konkurrentët e ri, Durimi do merr mikrofonin me vete dhe do të bëjmë disa pyetje për Durimin për gjithë ju që nuk e njohin. Durimi këndon shumë bukur, sidomos këngë të vjetra qytetare. Durim, përshëndetje. Përshëndetje Krishnik. Durim, si të duken në emision prezent këto të cilët I janë në panel? Unë ju uroj shumë fat. Po? Unë ju uroj. Filloj me mbarë me krurje hëndër, shkojmë. Fat, po? Na urojmë fat? Unë Ju uroj konkurrentëve fat. Pjesëmarrësve shumë fat në këtë projekt. Faleminderit. Si ju duket si frurje, kushtrem? Kushtim e bushqeshën e vetë çdo herë. A, me filloj me e kru unën, po ju ka kru vëlla. Kur kruat una na themi belam. Jo, na thëjnë a gëzim. A gëzim. Vish pa ka përfunja për mi tu ka kru. Te ne është shërë. Se di si Ku tu krua këtu për... Nëse kruat për mi, është gëzim. Nëse kruat për funi, është jedhnim. Ku tu kru ty? Teuta si është. Nëse ka shti Për ne gishtin. është idhnim. Idhnim, po pra dhe ne kemi Jo, te na sharrë thojnë është për mi, asi. është gëzim për S'ka funi. lidhje. A nëse ka fut gishtin është shërë. Edhe një çmim ku do ta dërzoj somnën solemne për njërë ndër globalet e cila ka arritur që tjetë triumfuse e një qeku po ashtu dhe që së bashku do ta ndajmë si çmim brenda këtij emisioni. Sigurisht që edhe një qek I cili tregon që vlefshmëria e Global Talentit është një vlefshmëri e fuqishme dhe dihet momentet që jam unë, kushtrimi, Teuta, përshëndesim shumë Teten Lule e cila kujdeset çdo herë për neve, edhe pse rin çdo herë mbrapa kamerave, Ajër Gjebraili jetës son ku na flet do ku bukur, do ku mirë, je mirë, kështu, një duartërgjitje për Teten Lule. Kështu që ne jemi së bashku çdo herë, po flasim për Luleta Kryezion, ëh? Kështu që ne jemi së bashku çdo herë në këtë emision. Nëjra do kemi kohë që flasim dhe së bashku. Na kur I vi musafirët e mi këtu,
Dorem, musafirët e mi do të më tregu qartë. Këta këtu, ju ka rame, që kanë bo këta? 2 ditët e kaluara. Kanë këty këtu. Këtu kanë bo si qeni, si macja, si delja, si lopa e famshme. Kështu që të pret një aventur gogja e fuqishme. Dorem, je gati me forcën tënde? Ti bëj këtë jo, të kënë të drejnë, sepse nuk është... Sfida është sfid. Do ti fitosh sfidat. Jo, kështë unë për të kënduar. Po pra, do ti fitosh sfidat. Si do është duk 2 javë ty? Për të 2 kënduar ditori po, faqet a 2 javë nuk i bëj dot. E hanë e martja si të duk. Po jo, gjithsesi. E hanë e martja konë shumë mirë, na konë shumë targetum, kem kalu mirë, kem bo tana U ka sfidat. pritë se Noeli, e pja mikrofonin, falu, do të kaloj të ti prapë. Po urdhra. Po, Kika. Ç'fate? Po, inkurajojsha durimin, po i thosha që kafsht janë... Janë të dashura tona, unë shumë kam në shtëpi, që kam qenushën time. Është dashuri. Janë më fizike se njerëzit, kështu që ti imitojsh edhe mundësisht Unë jo, nuk e bëj. me pasionin më të Më madh. vjen keq, këtë nuk e bëj dot. Për të kënduar Tani po. ne respektojmë as i gjës është me detyrim. Në Jo, qoftë jo, se ai nuk jo, do, nuk nuk është do. detyrim. Ama Nuk sfida e bëj. të që dhe lë Më vjen keq, sfidën. unë nuk jam aktor. E çka jeti? As Ukas është aktor, është këngëtar. Po. As Gania është njëri ndër këngëtarët Mirë, më mirë, bunë që në Edhe kemi unë jam ne. model, Po. po imitoj aty. Po gjithsesi unë nuk e bëj Po, dot. kushtrimi. A që kushtrimi është gazetar, edhe shumë i respektuar. Në e la shumë. Nuk don me emitu njënën prej kafshëve, atër ne e kuptojmë mendimin tanë edhe e arsyetojmë. Atëherë ti mund është me hecë për njënën prej kafshëve. Besoj që ajo nuk i me ba me zo, po veç ki me hecë si njëna prej kafshëve. Dhe me thonë është me e letë për ty. E zgjedh, sepse sfida është sfid, edhe kështu që nëse ti nuk bën sikur një lopë, sikur një mveç, sikur një macë, edhe ato kanë bro ritma. Dhe qa, me këtë asë respekt për kafshët, Respekt, edhe ato janë ti e Do hanë. sfida që nuk i pranon njëri ju. Jo, po, ku të vish më një reality show, ku të vish, Po, mirë, ku dakor, ka dhe në po sfida, të dhe ma mirë më se pranon ftesën në ardhit. me bë lopen, apo delen, Une apo- kam pa dhe emisione tjera, këngëtar me shumë famë të madhe kanë ba si lopë, se e kanë pas sfide dhe janë detyru me ba. Kështu që... Nesmije Pagarusha, që është njëri ndër që i përkulemi për suksesin e vetë, që përkulemi për emrin që ka, në emisionin e një prezentuesit që dua ta përshëndet shumë, Teni Sujkani, ajo ka bë pulën. Po. Kështu që Edhe na Teni Sujkani na kanë, kina ba si për një lopë, si emër veç. që është emër skenik dhe ku i dheu Kosovës qofti letë, i qofti letë dheu, që përse është sot në amshim, dhejsa ajo emër që kanë qenë ndër emrit më të fuqishëm të skenës muzikës, ka arrit me ba ato, kur qemi ne mos t'i bëjmë. Do ka dhe mikrofonin e Ukës, te Uka. Uka, si kanë qenë këto 2 ditë? Mirë, është ne kjo konë ditë mira, kem kalu mirë, kem pas sfidat mira, dikush ka fitu, dikush ka hup, po mirë kem kalu e. Gania ka bo valigjën gati për javën që vjen në Kroaci, do të bëjmë klipin me Ganin. Nëse vjen Gania, unë nuk vi. Pse? Jetë dorëheqje. është lafazani malë. Gania është të ma studiu durimin. Kanë filluar ngucjet në programin ton të tretë. Uka, çfarë po ndodh mes teje dhe Ganiut që ti e vërej që keni pak Hakimi. A ndoshta, jo, unë mendoj, më falni, një minutë, më falni. Unë mendoj që, të lutem, Kalja mikrofonin. Noeli, të lutem. Unë mendoj që ti, Uka, ke një problem me Ganiun, mos val vitet, ti e shef atë si njeri që po ta merr karrierën dhe ai duket që do shkëlqej. Po, ai nuk Unë ja është. them që është një djalë plot me sukses, e ndjek shumë dhe muzikën e Respekt. përqej, po ti më duket ke një xhelozi të Marrë mendimin e Ukës, brendshme. do kalojmë te Teuta, okay? Ke një xhelozi për Ganiun. Respekt për ty. Faleminderit. Unë do thosha për Ganiun edhe për Ukën, aty ku ka, s'po them urrëtie, sa është fjalë e madhe shumë, aty ku ka ngacmime ka dashuri, kështu që unë vem Unë mendoj që është një xhelozi. Ka një xhelozi. Është Më duket që jemi përputhëm këtu. Nëse dhe ju dashuri të shoqërore, jo telefon. sentimentale, jo, Leni të një flas, sekond. Uka. Dashuri shoqërore. Jepi Shoqërore drejtim ta konceptoj tamam. Ashtu si që ko Ganiu,
Por nuk mendoj që dikush tjetër mundet me ja marrë karrierën dikujt tjetër, sepse ai e ka të vetën gjatë edhe ka ecë me atë. Por një diçka tjetër për shaka, Që ke vënë edhe ti. Kështu Ganiu ato pas problem me të tanë, jo vetëm me A, shikon? Unë mra pas kene këm dëgju, sa kështë zhveshtoria, Gania i tha Ukës, Uk, mos tanin se çdo dasëm që do më pyesin për def, do të marrë ty, kështu që edhe Gania dhe Uka ka një... Gania ka një zemër shumë të madhe. Kështu që mos i paragjikoni dhe mos egzageroni kësi lloj gjana. Dashta me ja kthy përgjigjen Zojës, si veti, nuk jam ku të shtrim nëse Gania arrit bat pa e balsione, se unë i kom bot do vjetë. Unë do të heci në i ditë... Po ti je me def, Gania nuk është me def. Unë e këtë edhe me muzikë s'madhuse. Po, këna. A, seriozisht? Ja. Një kongë, mërë ma një nogë pa muzikë. Ka dali herdetit e notat, du të me dalë tritë. Nëse ma lejon Po Kika, unë do vija një si të dy dhe pak. Një këm njëri dhe një këm tjeti pak. është artisti Që ta fort. vendosi publiku. Që shi fort. Me loj, A, në loj pa. është tip sfidus. çfarë kuptimi? Gjithë ata të fortit janë kundër njëri tjetrit. A, po kujdes se keni Gara. një hedi. Ju Gara kuptoj po si vjene ty po si bat. Ganis, se keni një hedi, i cili shef, po sulmuan atër kur duhet, po keni edhe një Leonard, që është një mizëm shehur, dhe kur shpërthen, po keni edhe një Durim, i cili është Artani, që rije provokon, ju provokoj me futin e ti mra, sa u fut ju provokoj Po gjithë. kini edhe një ju lanë nërë që është mendime. shumë transparent, që e thot ato që ndjenë. Am le ti bëj një... Po, Ta po. më intervistoj Mos unë. më pyet. Hedin? Po, Hedi po. Kam, okej. Për Dorimin, Heidi. si fole, do është ta viz dy fjallë. Dorimi që shë prezentove, e pa shumë njerit malë. Po me lojnë e parë, më shgjenjem. Okej, kalojmë, është mendimi jo, të kalojmë te Hedi. Dorim, ke diçka për të thënë? Me mikrofon. Tha diçka në fund, po nuk e dëgjova atë fjalinë e fundit, të them të E drejtën. shgenjeve u kënë. Ju duke shumë i fuqishëm në për rregull. fute, po e shgenjeve. S'ka gjë, nuk ka gjë. Okej. Hedi, po, Valentin? Hedi, mirë se erdhe. Monsieur Gjej, Si ka kaluar 2 emisionet e kaluar dhe çfarë komentesh ke marrë? Jam shumë kurioze të di komentet e para që ke Hedi nuk i marrë. shef, nuk i shef. I shef, i shef. Hedi është nuk kemi va- kaluar 2 ditë shumë mirë. Komente ku është mira, po ka dhe negative. Po të negative nuk i shoh mirët menaxheri me ata përgjithsi. komente. Komentet e mira ku morë duetin që kam po me Ganiun, Po. që kemi bërë bashkëpunim. Shumica neve nuk na dojnë. Mua dhe Ganiun thojnë, bërqami kam qami po ta dë. Po? Po me kitë kongë që e kom qita lavan me fond me Ganiun që e kena përmbyllë emisionin o kanë tepër shumë e Ka mirë. qenë shumë e... Shumë i mi komente shumë komentuar- buka kena marrë. Hedi dhe Gania kanë diçka të përbashkët, që janë shumë zemër të hapur, sikur ge Hedi dhe Gania dhe du në bashkëpunim. Unë shpeshher ma kanë komentuar dhe mu personalisht Ganiun, po se po flasim për Ganiun se ka fola si fjallë, Po. kjo është e forta. Edhe Po pra, dhe tema sot ke ka vetëm Ganiu me është sa po bashkëpunëtori shoh. më i mirë dhe është ai që ta afrohet. Si e shef Ganiun me pas do kaloj Ganiu te Ganiu kushtrim? Kushtimi është vetëm pak, kushtimi është shumë lokalist. Mos e shihni kushtimin ha hi hi, se këta ha hi hi, këta ta fusin që habitës. Unë ju kësha thonë Edit edhe Ganiut, le të bajnë gjithherë bashkëpunime, sepse vërtet, një javën e kalume na keni para 2 dita, që shkesë. Mram, o zamër, mram, se t'ka ik trune. Po, por në sot e pash reprizë. Do me thonë, o konë kulmi edhe vërtet, sa i përket Ganiut është një djallë shumë i fort, edhe e ka një zosh shumë të mirë. është pak tipi... Ngacmus, po e ka ngacmimin me zvedi. E sa i përket Edit, Edi është teori, sepse është 0.5. Tashi, mashkuj me fol për mashkuj, edhe vlen edhe zvlen. Hajde të marrë mendimin të Udz. Për këtë? Ganin të Udz. Për Ganiun? Nuk kam asnjë gjë kundër Ganiut, ta shumë qëni mirë. Kina pas pak të... Fërkimet shoqërore, po. Bravo, okej, ta lajmë kështu, por... Unë i uraj suksese, shpresoj që të ardhmen ka më bë shumë ma shumë se qashtë. Ka është s'kam që i them tjetër Ganiut. Gani zamër, mikrofonin... Unë i thëm Gani zamra, nërsa për juve është Gani raketa. Gani... Qa ka njerëzit? Qa janë që sot? Nisan du më thonë, Kreshnik,
Tash që na vitin 2026 kisha thonë, mu largu xhelozia, mu afru dashuria pak ma shumë. Bravo. Me zvete. Ku peshet dhe kush peshet xhelozi gani? Po pra, kush është tu kënë Kush gjelos është për këtu ty? xheloz për ty? Teuta, Valentina, Unë gjelos për Uga, Gani, unë Jo, Valentina Durimi. Valentina e ke i super ton të ri. Gjelos për Gani. Veç paguja Gania le të folë, unë ja bona pyetje Ganiut. Gani Po. ka eshe xheloz sipas teje sepse Noeli. Po, kur thush le të largohet xhelozia, le të afrohet dashuria është një fjalë e madhe. Po kush janë ato xhelozat? Bash po du me ditë. ja, ti të njerëzit e Na jena në kishe. studio. E nuk e ka për njerëzit tu, e ka njerëzit Kuptove në... Unë Jo, thash ne mu ishim largu të folë xhelozia, mu afru dashuria të njerëzit. Po këtu ka eshe xheloz ndaj teje. Po ko plot, po si në thoj za nuk shprej. Tu janë gjelos për ty. Ta ka po me dorë mos e ke pa. Gani, unë mendoj që nuk kanë kurajën të ta thonë në sy. I ka pos edhe komentet mira. Kështu që unë vazhdoj me kon vetvetja, nuk më interesoj që ka flasin njerëzit. Kur jemi të komentet, mishë të dashur, ne kemi Leonard, i cili ka arritur që të na ndikohet nga komentet. Ai mbrëm, më njerë pas emisionit, ka postu një Instagram, një fotografi mes Kikës, Kushtrimit dhe Leonardit. Pas 10 minutave të qëndrimit të fotografisë, tërhiqet fotografia. Arsyeja ka qenë komentet. Leonardi, përveç që ka qenë pjesë e jona, dhe është pjesë e jona, ai ka qenë dhe pjesë e emisioneve të ndryshme, duke filluar nga seriali ma komentues dhe ma i përfolur në Kosovë, ku aty janë komentu e janë lavdu në thojza nga gjitha anët. Por që këto komente nuk na kanë përforcu Leonardin, për kundazi na e kanë bën nikus. Leonard, mikrofonin për Leonardin. Pse më varesh nga komentet? Së shi mirë la shumë me komente. Nuk mirët fare me komente sa që i fshiti. Shini foto. Po e fshita për arsyen që mos mu lëndu ju dy apo me komente. Unë i kom lexu komentet të Leonard. Kushtrimi ka lexu, po. Seriozisht. Edhe unë e kom bë edhe share videon që nuk ja fotografin, foton edhe që nuk ja bëj shumë share gjithkujt. E di, Ta faleminderit. tham shumë seriozisht. Jeni quni mirë edhe ki nevojë për support, vetëm po du më tregu diçka. Unë ditën e parë kur kam dalë te Kosova Info në rrugë, me intervistat e mia, jam kanë djali më i përkesht i gjithë globit, djali më i sham i gjithë globit, 15.000 komente negative, i kom pas veç 2, i kom pas pozitiv. Mashallah. Edhe ditën e dytë, kom pas 3 komente pozitive, 170.000 negative. Edhe jam kanë të qment, edhe kam thonë ka dalë unë se s'moj ma me ba. Ditën e 4, e kam taku një zonjë në rrugë, edhe më ka thonë, që e kam thonë edhe shumë mediume tjera, më ka thonë Kushtrim, që 6 muaj më ka dek djali 17 vjetë. Që sot kam pa ty, unë e kam fillu jetën prej fillimit. Unë e kam desh me ba vetvrasje, kam të tu me myt vetin, mi dhonë fund jetës, sepse kam thonë që vdekja një fëmijë është fundi jetës tem, se s'ko mujt. Në moment që të kam pa ty, me atë gazin tanë, me atë atmosferën tane që e kryon, sepse çdo buzëqeshje e jona kryohet, mbulohet me një vujtje. Edhe unë kam pas vujtje, edhe u ullë në 2 gojtë edhe mi ka pudh durët, edhe kam thonë ka dalë o Zot, unë po mdoj ka dikush, edhe u kanë inspirimi jem jetësor. Sot i kam kret komentet pozitive, veç një e kam negativ. Jo Kushtrim, së që ju më di edhe shumë pi komente keq, apo dena, mo unë ndiva keq, mi po jo ato komente, se komente dikon ma shumë Për mu? për Kikën, apo den, për emisionin e... Për këto, a për mua, unë i kom lexu, për ka janë nga komente. Unë e di që na si popullin a shumë para gjikus. Personalisht. Me më lavdu dikush, unë nuk ndina mirë. Ka të kundër. Dhe të më të kesh më shumë. Njerëz, ju lutëm nga to kanë qelë, më shani, ju lutëm. Vetëm shani. Jo. Sepse, në Kosovën tonë dhe në Shqipërinë tonë të dashur, janë 2 gjëra. E dikush të komenton, kur të shanë. Ai që rritë shtëpia. O Kik, jo me fal. Ai që rritë shtëpia, s'ka qa bë. Kretë punë të në shpi ka halakam, zdi kryt ku e ka, s'puno gja,
Edhe merret futit shajma aty, më fajni shprehje, pederast muti apo në budallak aty. Edhe unë ta them haptazi. Unë krenohem kur ata më shajnë, por me më shajnë ndoj deputet, ndoj minister, ndoj person i cili ka një karrierë të bujshme, atër do më prit, së është gjithka kesh me mu. Dhe kur të këta, që unë i cega, jam shumë rahat, të këto tjertë, që s'ti kanë 25 feninge në gjep, jam nona, të u kënej koment, po... një moment. Shani! Vazhdoni! Veç një moment, une o kanë ma interesantja, persona që e kanë sha Edin... Jam pjesë emisione me tona. Jo, më kanë shkru mu privat, lutem, unë të bëna pjesë emisionit, po ta tham shumë serios, i kum lexu komentet, edhe ndesh ti tha me fakte, ti tha me emra, se kretë më kanë shkru privat, më kanë thonë, pse edhe mu, kur edhe unë do t'jem pjesë e emisionit aty ku kanë Edi. Edhe kjo kanë diçka interesante. Faleminderit që ke fotën, kena me bani foto mas emisionit bashkë. Unë s'bëj më! Unë kam me bo! Atëhere, dua që ta dëgjoj Eduardi që mos të ndikosh nga komentet, edhe do të bëj vetëm një thënie, një pyetje kam për Kikën. Kikat kam thënë dje diçka, në gjitha të emision të bukur, të kam thënë diçka personale. Çfarë ishte fjala që të kam thënë dje, ka qenë dhe Uka prezent. I kam thënë Kikës që të dija inteligjent, po nuk të dija kaq. Mos harroni inteligjencën e njeriu, ta ngatroni me jetën e tij private, as kërkush nuk ka të drejtë të hyjë te jeta jon private. Zemra, vetëm se nuk dua dal viktima e kësaj gjëre. Jo, s'është viktim, se unë jam person i fundit në botë që viktimizon, Eduard, do të them një gjë që Leonard, mos më ndrem. Përpara. Njerëz nuk kam asnjë lidhje me ta, e ka jetën e pavarur, dashuron djali, është i lirë. Unë jam në hava... është martu me ka familjen shumë të mrekullueshme. Qatë ti më në ka të publike martesën asë. Te utë. Atëherë, faktikisht unë e vlerësoj shumë si djalë, nuk e di për komentet që ke marrë, sepse nuk jam fort te kjo pjesa që mund të hyj shoh komentet. Por këtu jam shumë dakord me Ganiun kur tha që është xhelozia në mes, edhe me Kikën kur tha që me të vlerësu një dikush që është pak më nalt se ti ose baraz me ty, thu pritjer se diçka kam unë. Po një njeri që rrin shtëpi, kot, s'punon, s'bën as i gjatë, thjesht gjoja e vetme që bën, po hapi një Instagram apo një TikTok apo bëj një koment negativ sepse mu ky djali thjesht nuk më pëlqen, kupton? Kështu që këto gjana mos i merr për bosi, çtongina pas komente negative. Edhe në fundit si kena kalu mra pa shpinë. Po, për ta mbyllë këtë temë ai që ka ëndër tjetë në vendin të ndaj ti vazhdo kështu se i krejt në rregull. Mos u marr, po Gania, se kur flet ti mua zemra e di. Thjesht edhe mua më ka shkruar Leonardi dje. I kam thënë Leonard, kështu që mos i marr ofër zemrës, apo kupton? Por pas e parë që shumë dhe për nërë me qef. Bashkë më interesant. Shko ki komentev, që ka pos... Ka mu bo viral TikTok, e normal. Një këngëtar mos më bo viral TikTok, s'to këngëtar. Na i në orë me qef, nuk i në orë me zërë, apo kuptan. Më bra, si do mos të une. Mu një këngëtar me fan, me një këngëtar Kosovar. Shkruje një lajmë, bombastik që unë jam do api gruz. Unë ka thonë kushtrim, kam bë aksident me kert u ik pi gruz, e kom rejtuar. Shkruj lajme të rejshme, nuk kom pranu, më ka thonë t'i dha paret, edhe nuk i kom pranu, vish për me bë kësi lajme të rejshme. Vish për me bë viral. Po të utë? Edhe unë kam pas një videoklip me një këngëtar kosovar, edhe me të thonë drejtën videoklipi ka shku shumë bukur, ka ardhe e ka bon Shqipërinë Shëngjin, edhe kishte prej komenteve që i kanë komentu ku e ki gjetë këtë balerinën, ose ku e ki gjetë, këtë e kishte prej atyne komenteve shumë bukur, se vetëm unë me këngëtarin kam kënë pjesë e klipit, edhe në fund ditës kam thonë gjithë se cili ka mendimin e vetë, unë jam një mirë në atë videoklip, e kam bë punën teme ashtu si që duhet, me mendimin tem, qa mendojnë tjerë, zero. Unë ti them, dhe i sa Leonardi kishte halë, SMS-at mërëm, komentet mërëm, unë e kam shiju me gjysmën tjetër, atë mërëmje që jam knaq, kem qenon të Uta, Valentina, Noeli, Uka, jemi knaq, që komentoni, sepse kur komentoni, dhe gja, kur së më shani, mu së më hecë mirë. Kur më shani, një mashallah. O, Kik, e kam thonë që në gjimnaz,
A Në atë mund bëjmë moment një që të pauzë marrin akute? thashë themet, për keq flas, Po. unë kam marrë fund si person. Bravo. Për fund. Për fund. Njerëz po mendojnë që na ketë kështu si staf, si konkurrent, jena të krisur, apo den ti shmikon të krisur, i shmikon. Dhe gjan. Gjithë që jemi në televizion e kemi nga i dras mongu. Nuk është të vërtit. Jena shumë normal, jena orë me bu show, më në qysh ka vonë zoti. Ishte mirë si më dashur kjo pjesë që unë desha me komentu vetë për shkak të komente, nuk u futa me detaje, sepse nuk po du mi dhon fama skujt, fama është e jona, dihet jemi në qenëve menjës të 30. Mirë po, ajo që du me thonë që na kena loj na njerës që ka zojnë që s'na nin për komentet, po, kësaj radhe, rrezikshmëria shumë e madhe, Rritet grada e rritet grada, sfidave. U kam, mere mikrofonin zemra, u kam ka bërë ankesat e u dhe kushtrem, që pesulmoj mukën më shumë si shduat. U ka, ku e kitë dajren u ka? Jashtë. U ka dërshkon të mërë dajren, nërsa ju ndjekni kanalin ton, dhe rikthehemi bashk me sfidat e radhës, e në fund kemi këtë për Noelën, për ta përmbyllur këtë emision, jemi edhe 30 minuta së bashku. Na ndiqni. Rikthehemi sërish, ja ku jemi këtu. Ja ku jemi këtu miq të dashur, e tash kemi sfidat ashtu siç i emëruam për ta bërë sa më interesante si show. Kemi marrë 3 shishe ujë. Njëra është tër krep. Tjetra është tëra sheqer. Tjetra është e gjitha vaj. Do të thotë ujë e përzim me vaj, ujë e përzim me kryp dhe ujë e përzim me sheqer. Dënimet janë me muzikën. Si jeni me muzikën? Po. Mirë. Mirë. Pyetja ime parë për ty është. Këndoj po. Janë burrë e gru. Janë këngëtar. Moj kosovare, moj shpirti daldisur. Kënga parë. S'ka asgjë më të bukur, asgjë më të bardh, se kur të puth një djalë kosovar. Kënga e dytë. Kënga e tretë është. Në dehën na jena shovin tonë na e kena. Kush janë? Qëtësi, me bo me folë dënimin e parçoni dytë. Se as këtë kuptu. As nuk di gjo që këtë E folë. humbi, e humbi. Këto 3 këngëtar, i dy janë 2 këngëtar që i këndojnë këto 3 këngë. Janë burrë e gru, Nuk e di. Burrë gru nuk e di. Kosovar. i ke shok. Kë që shpatem në mëre, me Merien kë, Kush? Merien bra me burrë. Bari je pëti që pëti, për burrë vetë që ka. Që shpatemin. Naima Bazi. A, da i babazi. Okej, e kalojt parën, e se një muan parën, hajde, Ja, me dita, pru. unë e dita për kompopocione, po em nësë mbikin nërmen. Okej, kënga e dytë është. Hajde. Ja ku po vjen ajo, kush e këndon? To ka 4 vete, iha. Mikrofonu se që të veshje po të goja kështu, okej. Ati ju kërhuna mu vete. Kush është? Aurela Gaçi me... Ka do këtu si dënim. Ah, jo, nuk e disha për dënim. Hajde, hajde. Pa e kam planuar Nëse fol, pa e fol e marrë dënimin. Hajde, okay. Jo, tolerom edhe njerë, se nuk e disha. Nuk e kuptoj. Alena Goshi, tha njeri. Kush? E tha ajeri. Po emri se ka. Kush ishte? Alena Goshi tja, se njeva. Edhe i herë, emrin. Qysh po thot? Emrin. Kështiki. Hajde u ka diktu zemra, të kam bërë pyetjet më të bukrat, kalo këtu ka. Mikrofon nuk i ki me marrë me vete, a u ka. Hala, sa sfida me ty, këtu u ka. A e kemi në regull, Juria? Shumë. Okej, pyetja parë është, këngëtari më i famshëm për momentin në Sharki Qifteli. A di, prej tash, nëse se den, ki dhe me pështu. Nëse se den, qëtësi?
Me Sharki. Sharki Cifteli, nona për momentin. Nona për momentin. Në Kosovë, po? Në Kosovë. On a space. Janë vëllezërit. Nimova bo. Janë vëllezërit. Po, komunë space, për ditë që janë vëllezërit Personal është një? personal. Ju se ka shumë space, ka shumë. Po? I kesha Ashtë nona, do më thonë për momentin është i palujshmi. Ja, nuk e di kush është. Kush është? Ylli, Kosovës, i krejtë Evropës, Rifat Berisha, Ndroni me pozicion. me Medin. Shpëtove u. Tove, ullu. Sa u gëzuar. Noel. Mikrofoni nuk Noelit. Ishe mbreti zemrësime. Dashuria ish piktur Angela Perser. Mund t'i Bravo. themi një? T'i themi një? Makina memoris, E ka kënduar të jo, e ka kënduar. E ka kënduar. I Ti lova tjetër. Dallavere Valentina direkt është, e baba. Okej, një tjetër. Vetëm më the të dua, e tash më ke harrua, e tash më ke harrua. Ndima më het, talash ama, Në të mos me haro, krejte mos më harro, krejte. Po. Noel? Kosovar është ky. Një Po. Jo, e kam dëgjuar si ka. Hajde. Qëtësi? E kam dëgjuar si ka. Emrin? Pak në refren. Het? Vetë me the të dua, e dëshmë ke harruar, e dëshmë ke harruar. Në gjatë Osmani the? Jo, nuk është në gjatë, jo. Është kaq e vjetër kjo, goxha. Sa? Kush? Sa pas 2000. Sa? Kush? Të utak të këngë, unë e ti e kujtojmë që jemi mosh. Edhe kushtrimi aty. Mashkull. Noela, do pysh me Noelit. Parën e gjeta unë. Te kjo pjesa e popullorës jam parë. E di? Mirë, do më ndihmoj vetëm gërmën e parë në e gjej. Vetëm gërmën e parë me çfarë i vazhdoj. Hedi, do japësh gërmën e parë? Vetëm gërmën e parë. Në që se Hedi pranon? Nuk lejohet e shkoni. Jo, sepse ky ashtu ndryshu dënimin. Okej, Kjo shkoj. të ndryshu dënimin me ty. Kosovar është. O të ndryshu dënimin. E di? No e di, pyetja fundit, e di? Pra, futu pak në refren. Të futa, ta lashama në te mos me haro, krejte mos me haro, krejte. Kur të fiqet e qërshia, kujtoj fjote, mia, kujtoj fjote. Një shmilon një Prishtinës është. Ndoket nëse është një Prishtinës. Jo, vish pak, nuk është. Okej. Sabri Vizllaj, s'është? Hejti kush është? Sinan Vllazaliu. O, për zotin e kisha Ndemova. Është i Prishtinës. Ndrauni me pozicione. Ndrauni me pozicione. Është i Prishtinës. Ndrauni pozicione. Vetëm. Kalo këtu në Hejti? Ja, po kalo këtu. Ja, hajde. Ikëm. Kiki, Merë mikrofonin me vete, Kreshik. Kushtrim është ai? Kushtrimi. Me këshikin. Do është ta vish një, jo i pytje, po pak ju bo pa drejt, Pse? se unë e Edit, Po? kur ke fjalla për këngëtarin e folklorit, ma të gjofshëm, gati i kalzova krejt. Thash është kapia, Edhe ne them nga Kosovë, dëgjoj. Ju si Edhe ti thash kalzu, për Kosovës, kur fali bibi si bot këti. Ja këndum gjithë këngën. Ty s'kemi këndu gjë. Atëhere... As Hedit, Hedit mja pa këndu këngën priti djem të Dugagjinit, e kish dit. Kreshnik,
Shka, a ishë në rregull? Le qota e në vend këtina e t'ja falë. Jo, fal. Okej, në rregull. Unë i ndemova që edhe ashtë është i Prishtinës. Kalojmë te raketa. Raketa! Pyetja për ty është. Me këta kemi problem, bank. E din, a me atë rrimë merët për çdo ditë, me këta kemi problem, po, e din, po. Ti do t'ikim pak më lart. Jam si çdo nata, me këto flokë të gjata, jam e vogël moj. E mos më shikoni, jam vritëm, jam e vogël moj. Jam si çdo nata, me këto flokë të gjata. Hapë zërin të ut. Jam si çdo nata, me këto flokë të gjata, me këto sytë e zjarta, jam e vogëlo. E mos shikoni. E mos më Zoni. Ka njëzet në kullushën, do këndoj e me vonë. Sa mirë. Lermëni. Jo, Ganin! Jam e vogëlo. Kush është? Ndrohu me Ganin. Ndrohu me Ganin. Shpëtove. Soni Malaj! Hajde, shkollo. Shpëtove. Shkollo. Po, e do. Roili shpëtove. Gani janë një Soni Malaj. Okej, kalojmë tek i komentuar jonë. Me të vërtet, unë që të e qita, veshajt. Prap se prap, ne u takuam. Ma këndo pak durim? Prap se prap. Mikrofonin. Ne u takuam, e nuk lam vend, as për përshëndetje prap se prap. Ne vazhduam, si dy të huaj, si në përndjekje prap se prap. Dhe mbjen e ndjej, zemra ti flet, o po pa tjetër prap se prap. Ne do gënjejm, se jemi të lumtur me një tjetër. Bravo. Vesh ta di kajt oke, doja I Kosovës si joni? I Kosovës se ka? Qes këto hejdi? Alloj svedive. 5. Ka dal, 5. Hajde. Ka dal. Hajde shkojmë. Zdim? I Kosovës. I Kosovës. Nuk u dzani se futin i ndenim kushtrim dhe të ut. Unë nuk flas. Hajde. Se kam mend më fol. Asun se di. Du edhe njerëve? Asun se di. Prap se prap. Me dole të binto. E pja mikrofonin. As për përshëndetje prap se prap, ne vazhduam, si dy të huaj, si në përndjekje prap se prap. Dhe vjen e ndjej, zemra ti flet. E tjera. He, kur të mungon. Kush është? Ganin kena ide? Kush të thonë? Kush është? Avdel Komorani. Del këtu kushtrim. E përmendëm pra, ishte Sinam Vllazaliu, miqtë mi të dashur. Ishte Sinam Vllazaliu. Me Gili. Këngëtari joni mirë njohur. Okej, është me bashkëpunimin me Gilin prap se prap, një këngë shumë e mirë. I përshëndesim janë dy shokët që do të ndajnë mes kripës, vajit dhe sheqerit. Por kemi durimin që mund të shpletojnë, apo mund të humbasin. Po më duke tik edhe atë që pikë në kongë, që të komë të Ta shi kam një halë se jam si me të Ganina dhe këti të ndrojmë veç dhe alëzonit. Atë shokin tanë. Jo, prit se kam një bashkëpunim hit. Hit. Thot, deshta të kërkoj para, deshta të jetoj si mret. Kënga, që këto kanë këndu ka qenë njëri ndër hitet më të mira, është kënga Loti. Ndoshta të kërkoj para, ndoshta të kërkoj si mret. Shumë të famshëm. Shumë. Legjenda të këngës. Kosovar.
Të kam thënë o djali I ri, se gërbeti është I zi, vete uj buk me kërku, sofrën tënde me harru, dashuri nuk do ta gjesh, mreti do të vete do t'jesh. Apo kënoj? Qeci, jemi gati? Ganja? Jo, Hajde këto, hajde. edhe fundit. Të kam thënë o djali I ri, se gërbeti është I zi, deshta të kërkoj para, deshta të I si mret. Hade këtu. Shpëton durimi, vjen. Po I gjete po të skafane, Vjen këtu, shpëtoj durimi. Bravo Durim. Djetua nuk ide për durimin. Hade këtu durim. Ili ishte, e gjeta. E gjete, pa I loj. Ka ty kohë mu vish njën pove. Ja qita dhe atira për hupi kylojen. Tashi. Si duket kjo treshe? Në Valentin. Atëhere po komentoj pak. Po? Janë simpatik, treshë simpatike. Këngë të vitit, kënga Mreti Lotëve kënduar nga Gili dhe Dani ka qenë një ndër këngën ma hit në Kosovë. Edhe kënga që nuk e diti Gania, jam si zonata e Soni Malajt, këngë që ka dëgjuar çdo kush. Kënga e Sinanit prapë se prapë, një hit që shumë respektojmë. Kënga Mreti Lotëve, një këngë që shumë. Kështu që, Gani, mund ta zgjedhësh? Jo, më sa fash. Ato Gania. Okej, Gani, del mes. Edhe Gani, miq, Gani, në qovë se këta nuk e pin për 1 minut, po, do këpish të dytën. Krejt. Për 1 minut do këpish të dytën. Okej, zdimna, shkojmë. Qëtësi, për 1 minut. Sekondat gati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, Bravo. 20, Forca. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Hajde ma shpejt. 31, 33, me vjen keq, loj. Për kë sonte. Vazhdojmë, Gani, vazhdojmë. Po. Koha ka filluar. Forca të shpëtosh, Gali, forca. Hajde, a kemi mja, ta falim? Ta falim. Edhe pak. Edhe pak I ko, hajde. A se fitove Hajde se e pite gati, e pite. Kurajo, një doa trokitje, hajde. Doa trokitje, more. E pri kurajo, bravo. Gani, Gani. Jo. U kry, përfundoj. Ja pranojmë? Ja pranojmë. Mirë, e shohim po shpin moshën. Kik një pyetje kam për... Një do më thonë, ka që ka pi. Aj që humë, do I mbledhim 3, a do I bëjmë lëmsh, edhe do e këtë humësi. Okej, cili do li dyti? Kik vesh një pyetje. Cilën e doni, cila sheqeri? Sheqeri nama. Mëse të në bike me morë. Aj pak atmosferë për çunit. Jep një pak zemër. Okej, shkojmë. E more, hajde. E more. Shkojmë. 3, 2, Sheqerke. Okej, shkojmë. 3. Hajde, start. Sheqerka. Starto. 1, 2, 3. Hajde. Se keni përzimje. Shkoj. Sheqerka, ajtë se vitamina ke. Serum. Ja, më vjen ki. Hajde. Shkoj. Hajde, ma Duhet të shpejt. kalosh Ganin, apo do t'i prish 3-at? Ma shumë se Gania bile pi, Ja, vazhdojmë. Grev mikrofon.
Me qa ishte ajo? Me një Jo të sheqera. Kryp. Se përgjera për gzizën jona me shkel jona me vaj jona. Ue. Kjo është me vaj, e fundi me vaj dhe me ujë. Tre. Apo starton? Prezi Leonardo kemi mirë, besoj. Leonardo mirë? Okej, është një Leonardi. Gati, 3, 2, 1. Hajde. Shtyr ka një, shtyr ka një. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Pranohet. Bravo Leonard, bravo Leonard. Hajde forca Leonard, forca. Leonardo, kjo është Noel. S'ky shabu. Noel, hajde Noel, ma shumë se ka një bile pi. Jo, ke piti kek, kjo sheqer pas ka valloj. Pije mos e lë, se po e ke sheqer. Mo të koka me diabet, Me vaje pas ka pi gania. Pije. Jo, me ti shkon kryp ma të kishlon. Mos i jep. Ti shkon kryp ma të kishlon. Me sheqer o la, Lili, me sheqer. Fitoj. Mjafton. Gëdhe pak. E ka sheqer. U kry, përfundoj. Tu ka konë ish, valloj, i pas një bot se vo, pasha Nale se u zëti. kupë, nale moj. A mu pas një bot se vo, valloj. Fitoj, bravo. Bravo. Ishte me sheqer, miq. Sheqer, Ka qenë ulu. kushtrim. Një pyetje kushtrim për ganijen, kur psyshi s'ka me kopë që djonë. Bravo Noeli. Ka pi uj ma të zemzemit, mo kur psyshi se kopë që djonë. Jo Me me vaj i shkon. të drejten, me nova që ka me fitu Leonardi. Ta dëgjojmë të uta. Bravo. Unë e mendova që ka me fitu gania për arsye se më do që piti mas shumë ti, se thash këto dy e kanë lukëthin e vogël, veç se fiton aje me lukët të vogël, e javë kalon këtin ve halal. Bravo. Ka bëni për jamër sjeni. Ta beshtehojnë më shumë, shenë më shumë. Seriosisht. E ti do kallosh mikrofonat. Ta them vetë, nga eksperiencë, unë ha shumë dhe... Unë gjenë shumë mirë kikë njerë dhe ma u që atë mallin e verës, detit. Okej. Kisha nevoj me kryp. Noel me kryp ishte? Me kryp. Noel, Ore me kryp e... seriosisht Noel, seriosisht me kryp? Bema ta kërkoj bashkë po du. Jo, mas shumë, ajo që jo pi mas shumë. Atë që pivi Ajo mas Noeli. pak ti që ka, që ajo. Bashkë ta kërkoj ta këshyra është me kryp ajo. Këti pi për erës të kërkon. Krypa nuk ka herë. Jo, me sheqer. Ore me kryp a me sheqer? Tja se dallon krypën për sheqerit. Okej, si e... Nuk ka problem, dësh mos me dallu krypen prej sheqerit. Okej. Ai që nda... E di punën e thesit, që i vën gjitha P dhe në fund e kap K. Ja, s'pe kuptoj. Ashtu ja ke bo dhe ti me... S'mujta me pita shumë, nashta e kësha pi, po tani si shakon në mesin e juaj. Miq, jemi në minutat e fundit për ta mbyllur të emision. Unë kam për ndar një çmim. Ky çmim është i veçantë, sepse ndahet për një vajzë e cila e keni pa vetë ka qenë në është edhe sonde me neve në 3 puntata tona. Sigurisht që në këtë ndarje unë kam derin që si fituese, ajo ka nga shtatori me neve, ka arritur të jetë shumë e suksesshme, ka arritur në bazë saj. Për mua, në nduar trokitje, vjen për ta marrë të qek. Nuk do ja ndaj në dy. Du një pozë. Sepse ajo që do ja ndaj, ka qenë nga dita pare fillimit të këtij aktiviteti. Është e bukur, e mirë, simpatike. Zënja dhe zotri, antare e komisionit në këtë garë, ka qenë e para që e ka planuar të audicion. Zysht e uta. Mirë se erdhët të uta. Të ut?
Atëherë, është kënaqësi për mu, me ndo këtë çmim me vajzën. Të uroj shumë suksese, një të ardhme sa më të nëritur, sepse je e re dhe ke shumë vite përpara për me arrit të atë që dën. Edhe shpresoj që ti arrish hap mas hapi. Dhe Noela është e para që mori këtë çmim, sepse javën tjetër kemi Dajdën dhe fituesit tjerë të çmimeve, ndërsa ti e sonte e para që del me këtë triumfuese si pjesë e garës. Ndë diçka për të na thënë? Mikrofonin do më ndihmosh dikush me mikrofon? Falenderoj të gjithë ata që më kanë suportuar në këtë rrugtim. Falenderoj së pari familjen time, shoqërinë time që më kanë mbështetur gjithmonë dhe gjithashtu një falënderim shumë i veçantë shkon për produksionin që ka bërë një punë të palodhur, jo vetëm me mua, por me gjithë konkurrentët tjerë. Unë do të përqafoj sepse dhe sot ne ndajmë nga aktivitetin e rrugës të punës. Faleminderit shumë. Ishte këtaqësi që të kisha. Faleminderit ju. Dhe në fund të emisionit do të jesh Teuta, faleminderit që ishe këtu. Faleminderit edhe Edhe unë juve. do të përqafoj duke të uruar suksese në udhëtimin tënd, edhe sa më shumë piktura të bukura. Mos u ndal, bravo. Suksese. E gëzof çmimin. Është bukur kur ka gjëra të tilla, është bukur kur shpallin fitues të nivelive të garës së bukurisë, të garës së pikturës. Teut e ke përcjell rrugës si pikturuese, si të duk? Me të thënë drejtën, ka shumë talent, gjë që e kam vurejnë ditë parë kur ka prezentu pikturën e parë. Pra ne i thosh, që se e ka merejtu dikush këtë çmim, jo e ka merejtu me ta. Faleminderit shumë. Bravo. Në jetë faleminderit. Dhe për fund, kam nga një pyetje me spec. Që mbyllëm këtë pjesë, ha? Po. Për ato anë Noela të ftoj të na lirë studion, sepse është muhabet plus 18. Faleminderit shumë. Noela dhe Iko e presin në organizatorët atje. Kur ke bërë seks fundi herë? Po e le dhe unë studion jam minorene. Jam minorene, ba! Ua, nga një pyetje, orë është një pyetje që e bëjmë gjithë. Shiko, Kika, të lutem shumë, këta janë gjëra personale që nuk ndahen me Po publikun. pra, po kur, data kur është? Kam qenë e pirë, nuk mbaj më. Nuk man men. Kushtrim? Unë e mbram, unë jam i martu me di. Për Teutën nuk di, Teut ke harum do këta. Uk? Prap, heq pa largë. Kime mikrofon që të më... Po, në regull mikrofoni? Mbrom. Ua, Dhe me mëngjes. Ua! Jam gjeliri unë. Okej. Lutem. Të mërkurën. Ja. A është e djelë sot? A? Sot është e mërkura, Noel? Unë disa që djelë sot. E mërkurën sot? Okej. Nuk e ditë sakt. O, kushrim. Durim? Nuk e mbaj mend do Krishnik. Nuk e man men. Nuk e mbaj mend. Para se të vija në emision. Kështu që për momentin unë jam pa uzë, veç në zezë. Përveç Ganise, Teutës edhe Dorimit, gjithë të seksirat pas kanë ardhur. Kështu që... Unë jam pa uzë për momentin. Të gjithë të ftilu. Çka ke Seksura. Çka ke më interesant Gjithë të ftilu. ai se dike se Jo, mi që fiksu që është e djelë, për zotu. Mi që fiksu që është e djelë. Kish menu që është Që kjo se mërkur. maj men, kur i bjen? Sepse Ganin e ka bërë publike, i ka ardhë në jetë një vaj që i uroj të rritet e të bëhet gjyshe mbarë. Respekt, përshëndesim zonjën e Ganis edhe gjithë familjen. Për Ganin e dim arsyen, për Teutën e dim arsyen. Do më thonë, kanë arsye. Janë të uta s'ta kalzë. Jo, edhe Teuta ka një arsye që Okej. e dim ne si produksion dhe nuk ju i kemi respektu dhe si mi fut në atë për. Ne tjeri jemi beqarë, dhe ju qeni me gra, Kushtrim i keni në shpi? Kush tha që jena beqar keto? Je, ju qeni me gra, unë jam beqarë, shembull, na edi beqarë, Ta dina ku jem. Fjala unë për me ty. dy jemi beqarë lëk. Po, Ka kushtrimi Ej, një po ku pyetje. ka më mirë se beqarë? Teuta beqare e shpashtu. Ti ma thuj arsye në Durim. Durim, do të bëj një pyetje.
Po më përgjith serios. Po, serios? Sepse po përgjith serios, do betojmë që titulli i emisionit do t'jetë pikërisht me këtë muhabet. A ke bo në jemë marrëdhënie seksuale? Po, sigurisht që po. Kam qeni... Do më thonë si e virgjër? Jo. Jo, okej. Se thash për javë emisionin, sa vjeç je? 35. 35 vjeçar virgjër. 35 virgjër, jo. Do ishte... O Kika, Lenam, o Kika. Po pra thash, Po ja, isa 15, ja 35. Never say never. Mendoj që Never say never. pyetje për ty. Dorin si kalove sot, për çej si emision. Po 35? Po, ishte shumë mirë. Shumë mirë. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit. Edhe për mua ishte shumë mirë. Është shumë vërtet. Po va mirë që është tek. Ja, për mirë është e deri, çfarë është mirë. Faleminderit. Nuk kena komente negative më. Nuk na intereson që s'ke më për vete. Shkojmë. Gania. Gane. Mirë shumë. Bile ato dy janë gol më të mira kësaj Nuk here. keni të di që ajo pret nesër në emision, për këtë arsye po do më vetë që sheni. Ganes që shkalosi. Ti mi ka mirë shumë. Emisioni kretë mirë në rregull, po veç një pyetje dashta. Që ta si thanë ton prom, këpo se qaj si ka rajt tash kur të shek rruja, thot pse ka rajt të emision, si të kone. Është muhabeti ty në i grus. Edi? Kemi kalu super, ato dhe dyet janë konë pa arrune. E sot, a ishte harume? Sot i na knoq. Unë dhe ti këna pështu se me pinë i qapi barku, kështu. Nuk është problem, nuk është problem. Okej, ta o zemrë. Në rregull. Punat të Teuta beqare, valloj problem është me nejtë beqare, valloj ditë sotit, po e kallëzaj qëtu. Teuta s'ka apliku. Valloj nuk ka më mirë beqare. S'ka apliku për përputhë, më Teut. Tregoju. Mirë, nuk do aplikaj për përputh. Qëllëm. Ku i diet? E se harova dhe këtë kam beqareshu, no? Kam bre. Valloj e kam një miq pasha zotin. Edhe unë doj. E kam në jash valloj tratar. Tash më duket ke kanë të bashku si. Po të kallëzaj ka letra, ca ora tratanaj. Hajde për hajzëm. Që u këne thirmi me def edhe u kry. Kam një pyetje për ty. Po, a ke shkuptime? Priteti. Dëgjoni me vëmendje. A mendon që shqiponjës i hidhet ushqim apo shqiponja e zgjedh vetë ushqimin e saj? Po, e bukur kjo. Nuk dëgjova mira, ku mund si pak më shumë për të volumin. Shqiponjës i hidhet ushqim siç i hidhet pulave apo shqiponja e zgjedh vetë ushqimin? Vore e ki trajtu. Dhe më e bukur është që shqiponja nuk hasi herë gjëra të Shqiponja bordura. zgjat vetë ushqimin. Shqiponja e bravo. Shqiponja e zgjedh vetë ushqimin. Veç edhe Shqiponja. Unë mja qitë edhe na që vore që zgjedh me dhe na. Që edukojna. Edi, mos e trallave, Edi. Kalojmë te no, Edi. Pranaj ashta ju më mirë beqare. Mos e trallave, Edi. U knaqa pa fund, Kika. Qafa? U knaqë pa fond. E shjova në maksimum, u knaqa. Dëp mirë Edhe i fjalekin tuaj. Edhe shërbetit i ka ra shërbet, jo? Më ka ra sheqeri, po edhe më boni mirë sheqeri. Inshallah i binyra. Ndasëm pa e qika hengo, Kika. Edhe Nuk shkohët dasë pa i qika hengë, do t'jo tjetra. Unë po them që sot Keshëm gjithë kjo panel. dasëm pa e qika heng, unë Sigurisht që Keshëm po. panel kushtrimi. Teut? Që është Të folë, maj. O, Po, Kika po fal. flas. Keshëm panel kushtrimi për ballë. Për cilë vetëm energji pozitive. I keni fërqa ju të dy, cikur ti për atë që raj për Teuta ty. atje, Kika. që është pak e smur edhe sot është shumë form. Do vëna Teuta, e di sa është e forta. Teuta kur është smur është mirë. Kështu që Kjo më rëndë syrë, se dje ishte shumë serioze dhe sot është shumë e qeshme. Teut si du do kësot? Ishte një notë fantastike. Jam e lumtun që jam pjesë e juja. Edhe dje, edhe par dje du më Mi për thonë nesër nuk do t'jetë Teuta në emision, për shkak një ultimi zyrtar që ka, nuk do t'jetë nesër në emision. Jo, Faleminderit shumë. nesër nuk do jem. Faleminderit gjithsesi për ftesën dhe ishte Demi në Kroaci edhe do të kujtojmë me të Teut. tonë këtu. Faleminderit Do na shumë. mungojsh 3-4 Ja, ditë. për në Kroaci është Teuta. Qa me thonë, kreti thanë, kështu që është diçka shumë e mirë, për me të punosh me njerëz pozitiv, me njerëz të mirë dhe një atmosferë jashtëzakonisht shumë e mirë. Shumë. Faleminderit që jena pjesë e kësaj, mos u ndikoni veç deshta me lidhe dhe pak, mos u ndikoni për negativitetit, veç pozitivitet, aty ku e bukra ka një emër, a emër rinë ana, kështu që veç vazhdo kik të përgëzoj se vërtet jetu shkëlqy sot bashkë me Valentinën. Shumë faleminderit. Mos harroni, dini ku me kliku njerëz.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Poshtë ekranit keni miqtë të dashur në Instagramin, nëse dëshironi të aplikoni, të shkruani, bëni pjesë, na shkruani në Instagramin poshtë, i cili do t'ju pret juve që të bëni pjesë e emisionit tonë, pse jo. Sigurisht që në Instagram do dërgoni kartën e identitetit apo letër njoftimin kosovarçe, do të dërgoni një video e cila na tregon se kush jeni, nga vini, më pse vini, dhe ne ju presim. Valentin, si kalove ti zemra? Shumë mirë, po unë dasëm nuk shkoj kur pa heng. Me thëmë të drejtën, ka shkëlqyer, po i qika heng e do. Ka shkëlqyer i qika heng e do? I qik darje deshi, sepse shikusit u ka ke gati defin? Edhe duam të heshin dhe streset. Detu me suk? E duam mi qika, po jo. Ullu afër këngëtarët. E unë do të shoqëroj. Po, hajde afër këngëtarët, me një mikrofonat në vete. Do ta shoqëroj dhe unë, për respektin që po na tregon. Hajde durim këtu, nërsa unë kushtrimi, Valentina do qëndroj, Unë do t'i shoqëroj. Do qëndroj, kushtrim do qëndrosh? Po, kushtrim do qëndron? Edhe kushtrimi, po. Edhe kushtrimin e dua këtu. Një pyetje pa kushtrimi nuk ka atmosferë. Nuk ka atmosferë, unë dhe të uta do ju lirojmë, kështu që vazhdoni kallne, desa këthemi ne. Zjarë. Ka marrë malli për Gjermani, edhe për Gjermani. E shumë u gëzova kur të pashti, kur të pashti. Mos ma bo me doro i zemër, mos ma bo me sy. Mos ma bo me doro i zemër, mos ma bo me sy. Synin e zi, synin e zi. E me kongën qysheti, oj nën qysheti. O jana ljarano, jargovano. O jana ljarano, jargovano. E ti kompleva djaloti mi e kovano. E ti kompleva djaloti mi e kovano. A shkojmë. E u bonata e zuni deri. E u bonata e zuni deri. E na poknoj mo djall, o kajde të defin. E na poknoj mo djall, o kajde të defin. Edhe moje fije, asinje sije, asinine sije. Tiririre ta, tiririre ra, tiririre jarane sho. Atë boqa me tyje, atë boqa me tyje. Ile, 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 ile. Ile ile lej, ile ile lej, ile ile lej, ale lej. Faleminderit shumë.